pyes, si mendon ti si ta ruajmë shpresën në një situatë kur duket sikur ke shumë presion mbi kokë, kur duket sikur asgjë nuk po ecën ashtu siç duhet, si të ruash shpresën në atë momente dhe të mos friksohesh, ke një mendim si do e ruaje ti shpresën? Shpresa nuk vjen në mënyrë automatike, nuk është diçka që unë e dua edhe unë e kam tani. Unë besoj që është një punë e përditshme, është një investim i përditshëm në fjalën e Perëndis, në kohën në lutje, në bashkësi me njerëzit e tjerë. Është shumë e rëndësishme që ne në periudhat më të vështira të jetës sonë të mos zgjedhim të veçohemi, të distancohemi, apo ndoshta ka shumë persona që zgjedhin dhe të largohen nga Zoti, të largohen nga familja e besimit dhe duke shndruar vetëm. Kjo nuk është zgjidhja e duhur. Ajo çfarë fjala e Zotit na inkurajon është që ne duhet jemi bashkë me familjen e besimit, ne duhet jemi aty me njerëz që e dinë, e kuptojnë dhe që do të lutem për ne. Që ne të ruajmë shpresën, duhet që vetë jemi njerëz që bëhen robër të shpresës, që thot të zgjedhim në zgjedhjet tona të përditshme atë çfarë fjala e Perëndis thot.